Me hapa të sigurt dhe me saktësi të jashtëzakonshme, pjesëtarët e FSK-s godesnin në shenjë objektivat. Nëpërmjet skenarëve të ndryshëm ushtaraka të shndruan poligonin në Babajt Bokës, në një arenë të profesionalizmit dhe gatishmërisë ushtarake. Këto demonstrime ishin pjesë e ushtrimit më të madh ndërkombëtar që organizohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Defender Europe 25. Komandantja Supreme Vjosa Osmani thot se këto ushtrime shërbejnë si dëshmi konkrete e rritjes së kapaciteteve të FSK-s dhe përgatitjes për të bashkëpunuar në kuadër të misioneve ndërkombëtare. Ushtria jonë, Forca e Sigurisë së Kosovës, edhe njëherë dëshmoj në masa më të mëdha se sa më parë, ndërveprueshmërinë me forcat aleate. Lavdata për FSK-n pati edhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti, duke mos lënë anash lavdet as për qeverisjen e tij. Bashkëpunimi dhe ushtrimi e nxjerrin më të mirën edhe të ushtrisë edhe të ushtarak. Ky armatim që po e shihni këtu të demonstruar është blerë gjatë këtyre 3 viteve të fundit. Për atë që udhëheq ushtrimin Levin Compton, shefin e shtabit të ushtrisë amerikane për Evropë, kjo është një dëshmi që ku ka punë për kushtim as suksesi nuk mungon. E vlerësojmë shumë këtë marrëdhënie dhe partneritet. Aftësia për të ndërtuar ndërveprueshmëri dhe gatishmëri së bashku siguron jo vetëm siguri dhe stabilitet rajonal, por ndikon dhe mbështetet në stabilitetin rajonal. Defender Europe 25 është ushtrimi më i madh që Kosova është njëkohësisht, në të cilin po marrin pjesë mbi 25.000 trupa nga 29 shtete. Ushtrime do të bëhen edhe në 17 vende të tjera, ndërkaq në Kosovë ushtarët do të qëndrojnë deri më 9 qershor.